Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025 ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Dhe tani do të shikojmë disa mesazhe nga letra sibile. Çfarë do të ndodhë së shpejti në jetën tuaj? Jeni në një lidhje, në distancë me njëri tjetrin, dhe do të shikojmë çfarë thonë sibilet për ju. Do të keni një takim dhe një harmoni në jetën tuaj. Për momentin jeni pak i izoluar. Pra blende për anën mashkullore dhe për anën femrore. Mund të jeni një mashkull ose një femër. Jeni pak i dëshpëruar ose e dëshpëruar. Dhe jeni në pritje të personit tuaj të zemrës. Jeni në një vuajtje shpirtërore, në një pauzë, keni kohë pa kontakt dhe shumë shpejt ju do të takoheni. Pra do të vi ribashkimi. Do të kryhet një marrëdhënie shumë fantastike. Kujdes nga njerëz që ju kanë zili, nga njerëz i liçar, nga njerëz që ju fusin në kurs, nuk duhet të keni besim. Një lajm vjen nga ky postier, një lajm shumë i rëndësishëm që do të sjellë në jetën tuaj dashuri dhe sinqeritet. Kujdes nga një nike që ju thot gjëra të ëmbla para vetes, por nga mbrapa nuk është e tillë. Pra keni kujdes nga njerëz me dy fytyra, që ndryshe sillen përballë dhe ndryshe mbas krahut tuaj. Sepse ti je një femër shumë bujare me këtë person, je një femër e thjesht, e dashur që do ta ndihmosh dhe je shumë në harmoni me veten tënde. Je një person shumë i sinqertë, edhe në shoqëri, po dhe në marrëdhënien tënde sentimentale. Shumë shpejt në jetën tuaj do të vi një alegri, një harmoni, një qetësi, dhe do të iki ajo pjesa e melankolisë, ajo pjesa e pjesës së vuajtjeve, e pjesës së trishtimit, do vi një diçka e mirë, jo vetëm tek ana financiare, por dhe tek ana shpirtërore. Pra do të keni financa të mira për sa i përket pjesës së bollokut. Dhe nga ana shpirtërore do keni ndryshime. Me kë rezonon kjo energji e sibileve? Pra, me gërm, me gërmën S, me gërmën Sh, me gërmën R, gërmën Q, T, E, L, Z, P, Z, Z, A, O, I, E, N dhe gërmën Q. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme dhe nuk mund të rezonoj me të gjithë. Me dashin, me digjereshën, me ujorin, me peshqin, me luanin, peshoren, binjakët, akrepin dhe me demin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.